Allah i lartësuar na tregon për popullin e Nuhit se si janë tallë me të. Nuhi alayhis salam pasi që e thret popullin e tij një kohë gjatë, edhe kur e sheh që fakisht populli i tij nuk pranon thirrjen në rrugë të Zotit, ai lutet kundër tyre dhe Allah i Madhëshëm e urdhën që ta ndërtojnë një anije. Dhe gjatë kohës që ai ndërton anijen, ata tallën me të. Dhe Nuhi alayhis salam ju thotë, nëse ju tallni me neve, edhe ne do të tallemi me ju ashtu siç talleni ju me neve. Dhe thotë, keni me pa se kujt i vjen dënimi i Allahut. Edhe kjo vlen kur ta shikosh për çdo kohë, edhe sa dasoj ditë jo besimtarët, jo vetëm Nuhit, po edhe çdo profeti vazhdojnë me atë metodë se nuk kanë armë më të fuqishme se sa mu tallë me fen. I shikon vazhdimisht tallen me fe dhe bajnë shaka dhe kjo është metoda e tyre gjatë gjithë historisë. Po me rëndësi, këta janë tallë me Nuhin alayhis salam, ai ka ndërtuar anijen dhe me urdhrin e Allahut i ka barkuar atë disa krijesa. Dhe kur është fjala te anija Nuhit nuk do të thotë që kanë hyrë gjitha krijesat, për këtë në Islam nuk ka argument. I ka hyrë disa krijesa, ne nuk e dim të cilat janë ato. Dhe çështja e dytë është që Allah e urdhëron qiellin që të zbret ujë sa më shumë, madje edhe toka të nxjerr ujë, në mënyrë që të ndodh fundosja dhe të fundosen ata kundërshtarët e profetëve. Dhe Allah i Madhëshëm ashtu vepron, e jep urdhrin qiellore toksor që të mbushet toka me ujë, edhe këto kur jemi te kjo çështje prapë në Kur'an dhe në Sunet nuk ka argument që gjithë tokën e ka përfshi fundosja në kohën e Nuhit. Për atë arsye janë dy mendime dietare, një pjesë e dietarëve thonë që fundosja në kohën e Nuhit ka përfshi vetëm një pjesë tokës. Kurse disa thonë gjithë tokën. Prandaj mos vinë shkencëtarët na thonë që ju feja po thotë ka fundos gjithë tokën. Ne në Islam nuk e kemi këtë të prime. Dhe me rëndësi barkohen njerëz aty në anije dhe djali i Nuhit nuk hyp në anije. Edhe Nuhi alayhis salam i thatë, eja, o djali jam, mos rrim me jo besimtarët. Edhe ai thatë, do të ngritna me një kodër e cila do të më mbroj prej fundosjes. Nuhi thatë, nuk mundet me të mbrojt askush prej urdhit të Allahut. Dhe ai djali i tij ngjitet në kodër. Mirë po uje e përfshin edhe ata dhe ai fundoset. Pra edhe djali i Nuhit fundoset dhe kjo gjë vlen për çdo kundërshtar të profetëve që mendon që din më mirë se profetët. Nëse ke kështu bindje, dije që aty ka me të kap fundosja, siç e ka kap fundosja djali i Nuhit, ai ka menduar që po din më mirë se profeti. Historia gjithmonë përsëritet, andaj le të marrim pse prej historisë Nuhit, sa është me të vërtetë një ngjarje e cila ngërthen në vete shumë mësime.